unë punoj çdo ditë me trit, edhe është një lloj energjie që trit dëshirojnë që po flas shumë konkretisht, që dëshirojnë aspektin financiar më njëherë. Ndoshta është pak edhe presioni i familjes që me kriju të ardhra më njëherë. Mirë po, kjo duhet me pas një hap gradualisht, disa hapa gradualisht në fakt, për shkak se pajtona me kolegën Botrintin që tha diplomat nuk mjaftojnë, duhet me pas aftësi, duhet me pas trajnime, duhet me pas njohuri për temën që po i kanë. Kërkesa ka shumë për interimve, mirë po për ta prioritet është punësimi, mirë po unë mendoj që kjo qeveri duhet të ketë prioritet startupet për interive, diçka që ata të nisin vetë, për shkak se kjo i ban ata edhe më inovativ, për të njëjtën kohë edhe më përgjegjës për veprimet e tyre edhe për tregun në Kosovë. Pos kësaj ka disa kërkesa tjera që po lidhen sidomos me sektorin e IT-s që më shumë na flet Botrinti, por në momentin kur unë flas me ta, ata shohin që e kanë prioritet sektorin e IT-s dhe dëshirojnë që të zhvillojnë edhe shumë punë të cilën lidhen këtu në Kosovë. Mirë po, roli i trive ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm në periudha të caktuara kohore dhe besoj që jo vetëm kjo qeveri, por secila duhet të ketë prioritet të rinjt, pasi që është duke dalë një numër i madh i të rinjve duke kërkuar punë në vende të tjera. Unë sot konkretisht vllaun tim e përcilla për në Gjermani, kur edhe ai e përmendi që më po du me shku për me punu për kushte më të mira. Ndoshta më varet pak edhe prej trive sa ata po dëshirojnë me u qas në tregun e Kosovës edhe sa ata po dojnë me zhvillu veten e tyre në këto. Mirë po unë mendoj që potencial ka për të mungon një mbështetje sistematike e vazhdueshme që po ndodh në Kosovë. Mirë po, në bazë të kërkesave të mara, prioritet në Kosovë do të jetë siguria atyre, mbi të gjitha, për shkak se ne po e shohim çdo ditë çka po ndodh në shkolla. Nora thua që qeveria ta ketë një prioritet edhe çështjen e ikjes së të rinjve, duke u nisur nga rasti konkret që e përmende. E morë së shembull vllain tënd që tha që sot e ke përcjell për Gjermani, me të vetëm arsye që të ketë jetë më të mirë dhe të punoj në kushte më të mira. Po, kjo është arsyeja. Edhe pse shpesh herë në momentin kur kam bashkëbisedu me ta, kam tregu që ka shumë mundësi që ti mundesh me u zhvillu, ki trajnime gradualisht, mirë po nuk janë të gjithë njëjtë, nuk kanë të gjithë durim, mirë po e ka po ndoshta tregun e Gjermanisë që ka më shumë mundësi për me u zhvillu. Por unë mendoj që qeveria dhe të gjithë njerëzit duhet të punojnë çdo ditë që të rritë në ambesin në Kosovë. Ti kemi këtu, ti motivojmë, të punojmë me ta, ti punësojmë, njëjtën kohë ti shohim si partner strategjik për zhvillimet, jo vetëm qeverisë, por për secilin person që vjen në jetu në Kosovë. E ardhmja duhet të jenë ata dhe janë faktikisht, mirë po nëse ne nuk i kemi programet e duhura, përmendim ma herët Botrinti, duhet të ketë balans në mes tregut edhe studimeve. Jo të kemi jurist, ekonomist, pavarësisht studimeve, por ata që tregu po na i kërkon. Në momentin kur ata i përfundojnë studimet edhe tregu i merr më një herë, atëherë po ne vër sukses. Kjo ka më pas ndikim edhe në ekonomi, edhe në siguri, edhe në zhvillimin e shtetit edhe shumë pika tjera. Po, Nora, faleminderit shumë që na u bashkove në këtë diskutim. Faleminderit shumë edhe për juve, suksese kolegëve. Shumë faleminderit.